zemrat tona. Hello, zemrat tona. Ja ku jemi, Rita dhe Roza, e bërë shumë mirë. Roza dhe Rita. Po, tani, ky vlogu është për t'ju treguar sekretet tona të bukurisë. Kështu që le ta quajmë këtë vlogun Get Ready with Us. Get tash uj fas. Bravo. Ndërkohë, mam, çaj ka të balukën? Ky pret na një haber në aty. E kam radio marse. Thith valët. Qa lajmi nuk e di do me thënë, se kemi hyrë tamam zyrtarisht në 2026 edhe e di unë qa prejtë ti, po për të regullojmë këtë tamam, se i ke flokët, u thanë flokët. Po thanë mami se... Ato flokë që janë, thuaj. Ato 200 që kanë. Atëhere, rrugës, kur kam qënë para disa ditëve, më ndaluan disa të huaj, që ma thanë në anglisht, girl, thanë, we don't understand shit what you're talking about, but when you say atëhere, we know shit's about to get done. Jepi tani, hajde, valoja. Atëhere, si fillim, do e startojmë me make-upin. Do ju tregojmë se cila procedurën e saj të make-upit. Unë kam sekretet e mia të bukurisë të make-upit, mami ka të sajat. Po të shikoni... Shumë sekretet ka mami. Po të shikoni, mami ka thjesht 3 elemente gjithsej, maksi saj, ndërkohë unë kam disa më shumë. Si do që tjetë? Let's start. Ma! Korba. Do të pishi që kafe? Po këto më, ku i kam parë unë këtu? Mos më thuaj që ke marrë nga ato gjëra që lyen ato yjete. Po, këto janë të gjitha produkte që lyen yjet e Hollywoodit. Që lyet Rihanna, që lyet Kim Kardashian, të gjitha mama produkte. Po një muaj buk më të keqera Maja, na ke hequr nga goja një muaj buk. Qysh e bëre këtë punë? Ma, bukuria ka sakrifica, bukuria kushton. Ja, mëj mama, ja, dillo, dil të dal, fët një të vën këto, unam, yll. Që mbajti zëmra në vënd. Tani, si fillim, do vëm eye patches tek syt. Vazhdo të keqera Maja, se s'kam punë me ato. Kjo është produkt shumë i mirë, mam, është produkt korean, mam, nga Korea, mam, ka marrë gjëra koreane, mam. Ti gëzosh keqera Maja? Hajde se do i vësh edhe ti. Të lutem, sepse duhet. Jo, mos ngatro me ato gjëra, mami. Pu. Ashtu dhe. E qatë bëjnë ato me dhe me? To hidratojnë porsyve, mam, që është pjesa më delikate e lëkurës. Kuptoj. S'kemi vëndanjen ato gjërane. Po mirë, mami, mbase dhe ju hani domate baçeje direkte, mbase qumshit e pini direkt të zirës, apo i kishte bërë lopak. E drejt. Tani do t'a vej ty. Mua jo në asimën. Të keqen. Të lutem se duhet dukesh bukur. Si ka më që saba, do i vëtani unë. Qëndron me ma? E zeza, si kur kam 4 palë sy. Atëre, pjesa tjetër është që ne duhet të fshim buzët. Si fillim, do përdor primerin. Është shumë rëndësishme të vini primerin në fytyrë, sepse primeri ka ndikim direkte që make-upi të rrisa më gjatë dhe mbyll poret. Kush ti mësoj këto më të keqena Maja? Ku i gjon këto llafe ti? Sidomos, tek pjesa e faqeve, do i sugjeroja zemrave të mia që ta vëm primerin me kujdes këtu, sepse kur takohesh me njerëzit, tërkohën, primeri me make-upi të fshihet nga këtu. Të gjithë make-upi më shumë na fshihet nga faqet, se puthemi e ndukemi me njerëzit. Ose thjesht mos u puthni me njerëzit. Ka qenë mirë koha e Covidit, na rinte make-upi gjatë. Se lyesh e ti dhe në Covid me mama? Mam, po ne të dyja kur ka rënë tërmeti, se cila nga ne po lynte buzët me laps para pasqyrës përpara se të dilte nga shtëpia. Isha buskuq, tërmeti ikse shtëpia kështu. Edhe po dal mam po lut çik. Po ja vdi që mami si më shikoni njerëzit ashtu. Pikërisht. Okej. Mama, do shkosh të na marrësh një facolet nga ato facoletat e kuzhinës atje të lutem? Shkon mami. Na merr një facolet. Na merr një facolet. Okej, tani është momenti që unë dua ta ngacmoj mamin dhe unë do bëj si këto influencers. Më fole mama? Jo. Super. Në tani e biri shkurt jo 14 orë. Thank you, mam. Atëre, ja, kaq excited sepse ka marrë produktin më të fundit edhe me zi pres t'ja u tregoj. Të doli blusa vëndit i përmba unë qik më qupë. Ti pa shko dënjaja moj. Wo, pa të pse bën. Sepse kështu është stili. Vazhdo. Ky produkti sapo e kam bler dhe
Nuk e di, pse kam kaq frik? Jam shumë emocionuar se si mund ta Po mos provoj. shtrëngosh shumë, të keqja e marrë se mos kaput në një kërtës, në një përs, po pse shtrëngosh keqja e mami, pse shtrëngosh ashtu? Po lirshëm, që koj dunjaja, lirshme natyrë. Ja mami, ne bëjmë kështu, ka gjë. Mirë, vazhdo punën tënde. E pranon të lapsin mami edhe pse është i lirë, për disa punë të bon. Atë mbaj për veten tënde. Okej, nan. Unë përdor shumë sfungjerin. Me sfungjer mbaroj të punë. E më të keqen e këtyre mollzave moj motë, fa, vetëm këtyre u besojmë. Ja, fa. Sfungjeri. Kjo është hapi i parë që unë e kam me merak. Unë e bëj me korrektor këtë në fakt, sepse i dua syt pak më të hapura. Ma, të ka ikur peshqiri. Ti ruju mos mi ki mundje kokës mua e të peshqirin ti. Më mbaj mundje në vend mua, të shbëj. Me bëm peshqirin, mam. Ha, Ja, shtu dhe, like, e qava me lot. edhe unë. Tani, duhet të vëm pak ngjyrues. Ky është produkti tjetër që unë kam marrë i ri dhe ka këto eye shadow që nuk e di do me thëmë, por më lini t'ja u prezentoj. Vash të më gjite nervat me ato. O, zot, është fantastike. Ky është obsesion më vete. Dhe le të themi që të gjitha vajzat ëndërrojnë për këtë. Dhe ja ku e kam. Ja vash të që nga maja se sa bën se mos bjen shesh. Nëse hap do tani. E hape, Okej. shiqyr. Dua të them, nuk e di. Vash e qelë, miel, oris, makarunda, trana. Jo të keqe, maja, ke këputu në mes. Ma, është pjesa ime kjo tani që më duhet të shpjegoj si që bëjnë influencer. Unë kam marrë shumë pak furça. Me atë fushën e lavamanit? Fla për një sekund. Sajojemi me qa kemi. O të kam su mami mollza, ziri bez vetes tënde, ja, të. Ja, e bëjmë në këtë mënyrë. Që shkemi bërë nga ka gjithë në një gjë? Syrin tjetër. Smarove më? E zeza. Procesi tjetër që është shumë i rëndësishëm është peneli. Shumë vajza më kanë shkruajtur shumë e shumë vite, këtu e shumë vite më parë. Në Big Brother mbaj mund. Edhe në Big Brother ke ku kam shpjegu. qenë. Peneli që bëj unë tek syt i pëlqen shumë vajzave. E vërtet. Çdo vajzë ka formë ndryshe syri. Kështu që peneli ka të bëjë shumë që ti ta përshtasësh formën me syrin tënd. Tani, si fillim le të heqim këto eye patches. Shqyqyr se vdiqja, moto, gjani mi hiq. Okej. Jalla, mëj moto, që është bëni mëj korë. Edhe këto duken që janë tharë, se janë bërë si gjelatinë fort. Merë me ty. Tani peshqirit ka ardhur nga Më ruaj mëndjen atë bëjle ti peshqirin. Të hiki, mos mi ki mëndja, të ruaj maman. Dhe ku do mbytesh më qyqe. skuqa. Apo më plasësh në një azile. Ati më mërë të keqen se kërse gjithitë me plejtë, o da i len ferë. Knaqem. Ati do vetë. Më lërë të heqë edhe unë këto. Të tani hiqi, si kurse një maman tënde. Të mbledhi qik vetën, se më vdish, të mbledhi qik vetën. Uj freskët. Atere, i heq edhe unë këto. Taj të bëj si influencer. Me zi po pres. Në ngrive gjakun të keqen mamaja, po s'ke pse heqet me të hequ këto, po pse të keqen mami, hiqi atë. Se jam kaq emocionuar, sepse, oh my god, e di si ndihem e rilindur. Kështu që, Seza, i ku vajza ime. tani dhe pjesa tjetër. Po shikojnë dynjaja, më mos bëja ashtu më të keqen mamaja, se do thonë jo i kuri ta ka i Po kështu bëjnë influencers, ma. Tani është momenti i penelit dhe jam shumë obsessed me këtë, like, do me thënë, nuk di, është fantastik. O ma ti ke unë, se kur jo me mua, në kështu veprimesh mos më bëjmë, më ke ngritur nervat, shikoj që dynjaja. Nuk, Shife që ngjyre. mos bëj kështu me mami, se më para ka, ke në kamerat atje. Ue, Zeza, do i fshish këto se
Beton, do ishte shto gjërat se mua më turpërove. Do i fshim. Me mami, çajnë to gazepe. Rri mirë edhe shiko, bëj vetullat mirë. Unë për Nelin e bëj mbrapsht, ta themi tamam. Nuk e nis kështu, po e nis nga fundi. Mami me këtë që bën vetullat, mund të bëj dhe kurse i lekët? Dhe ju të vetullave dhe bëj dhe kështu. Kurse i lekët, unë marrë, unë bëj dhe vetat dhe këto. Tani inshallah bëj dhe syrin tjetër si ky. E ke qarë, mami, ja, atë që bën mirë, thot mami, e bën mirë. Është shumë e rëndësishme që syve t'i japim patjetër bishtin këtu përpara, sepse e zmadhon syrin. A është reale kjo që kam në dorë? Është domethënë Tallë trapin me mami më duket. Të beton. tani mam, edhe ti mund të bësh pjesën tënde të fondatinës. Të fondatinës. Secila ka për të bërë pjesën e saj të fondatinës të kremit pudër. Unë do bëj fonderin. Për hapjen e bëjmë me furç, por absolutisht apo duhet të mbulojmë me shumë merak këtë njollën e diellit që unë kam këtu, që është sa harta e Rusisë. Niku nga ky qoshi këtej, po më doli në këtë qoshin këtej s'man më uj pilafi. Në këtë qosh vajt, kujdes uju nxito, se ma hoqe petlla. Tani e tamponojmë me sfungjer. Tani është konturi. Po kontur, kuj ti thoni më të ke qenë mamaja? Është ky. Është like fantastik. Okej. Që shumë ziro sa ashtu të ke qenë mamaja? Kjo quhet konturi, mam. Kjo duhet, sepse duke qenë se jemi bërë bjonde, o zot çfarë bëra. Duke qenë se jemi bërë bjonde, mam, duhet me konturu fytyrën, se vërtet ngjajnë pastaj si të smura. Isha një ditë që thua ti, isha tek parukeria e qenushave. Edhe po flisja me atë, me Ilvën. Po bëja muhabet me Ilvën. Isha mu afër derës të sallonit. Dhe kalon një grua, ishte kështu mosha jote, mam, e mbajtur, me buste kuqe, e veshur me një xhup deri në fund këmbëve me të verdh, me të bardhë, kështu me njolla ngjyrash. Edhe tha, "Ua, tha Roza Lati, tha. A mundem, tha, a mund të të bëj një pyetje?" Edhe si që isha me edukat, si që më kam mësu Maja, Sigurisht. i thash, po patjetër, më thuaj. Me këto flokët bjonde ngjan si e smur. Nuk i the ti nang zhbajgat? Jo, thjesht ndita, pash nga Ilva pa nga unë dhe ishim të dyja kështu, ku është pyetja? Edhe i thash, më fali, thash, pyetja kur është? A, po, tha, kur do bëhesh brune? Kishte ik për lesh nëna, mosha ime ishte? Jo, s'kishte fare se unë s'kisha bërë konturin. E njeh këtë yllin? Tani kemi pudrën e tha. Se harrova, ishte momenti. Okej. Është fantastik. Në të keqen kësa, kam më të bukur, mami. Tani, duhet patjetër një nga këto sfungjira trekëndësh. Jo rumbullak, je shumë demodema. Ky është bronzeri që është një mast për këdo nga vajzat edhe Mos e bëjmë atë, se ma kërciti kërkër, ma bën mu lullet kokës, keqen. Tani, mbas kësajt, kemi ruzhin. Ruzhi është një mast. Okej. Oh my god. Bravo për aksu. Buzët e kuqe janë logoja jonë. Më lërë të kërkoj buzkuqin që unë kam përdorur që kur kam qënë në Big Brother, dhe është pikërisht ky buzkuqi. Dhe mami ka thonë, më të forta hallet, më të fort buskuqin, më të larta takat. Au! Perl! Po, mami, e këshim postuar gjitha ndej dhe mu bë shumë qefi. Vogla ime. Buskuqet matë ta thajnë shumë buzën, mam. Kështu që duhet bërë një herë me vazelin. Jo, mami ti hapet. Unë kam metodën time, më lërat. Duhet të presim 2 minuta. Jo, me këtë më kanë shpirti rahat. Bëjmë një selfie bashk, ma.
Po jo pa busë kuqe, mami, si kur hapu dhe, do vdesi Po, nesër. before and after. Okej. Mi që bëm selfie, më doli si notification. Bashkëshortja e Mirit, pas ka bërë një reagim publik në profilin e saj, personal që ajo ka shkruajtur, ka hedhur një foto, që është bashkë me Mirin edhe me vajzën. Në çdo hap që bën me ty do jem, ti je më i forti e Big Brotherit, është gjermane prandaj. Sigurisht. Të dua shumë bashkëshorti im i jetës, plot besim për çdo vendim që merr atje brenda shtëpisë. Xhelozia nuk ka vend në martesën tonë, sepse është e panevojshme. Jam shumë e lumtur me ty. Bravo. Nuk e di do me thonë se qa mendon ti, por ajo që kam dëgjuar unë është Kurse ajo që kam dëgjuar unë është që rëndimit ka vërtëna. E vërtëna. Oh, të marrë vesh. Tani ti bëj me... Ma! Qarë? Nga bërë ashtu, dhe i syzet ma! Mama rova syzat më aftë pikë. Qyqa, Duke se më doli bështym, duke thol, ai shumë më ketë rënditur. Oma, po pas kam dalë një ditë në rrugë, unë kështu pas syze, kam lyp buzët, më shikon të i burë, tash kush e di, po më shef buzët, tash do zotja u qatruin. Ai pas ka thënë, pas ka hiku, kam dalë një ditë e pari të në syzat. Kam lëna, mami, thash të randa shuria i buri me bustemi, a i ka thënë pas ka hikur. Dua ti tregosh zemrave tona rastin kur ke qenë për shfaqje në sken dhe moment fundit në backstage ke marrë lapsin e buzëve dhe ke lyer vetullat, ë? Po ishim në fshat, o mami, s'kishte drita në fshat që për një të shfaqe. Në ersirë, e kupton ti në fshat? Ashtu, mbrapa, një gardja, një dere, një perde, atje ku vishe që të dirim në mes fshatit. Nga nëzitimi kam dhe, po s'kishte kot ktheshta, se erdi batuta. E dola vetlat kuqe. E po kujtoni se i kisha bërë kastile i qeshin me vetullat. U shkrin, atë humor që ka bëha dite vetë nga vetullat e mija, sukses i papare. Është momenti i vetullave. Mam, vetullat janë korniza e fytyrës. Vetullat janë pjesa më e rëndësishme. Kush ta ka mësuar? Tima. Dhe vetullat duhet jenë në simetri perfekte, duke qenë se janë korniza. Për vetullat, unë kam marrë një laps të ri, shumë i mirë. Gati. Barove ti, ha? Vazhdo, vetëm sa më shpejt të lutem, Të lutem. 1 hour later. Ma! Do hash ja po akoma me vetullat? Ja tani që më fole ti më i ku shtrëmbër. Më drejtoje. 1 movie later. Akoma me vetullat, mam, se po më mbaroj seriali mua. Ja tani që më fole prap, miku. Ti ku prapë? Korrigjim vetulle. Dhe nesër kemi mbaruar, ma? Vetullat janë pjesa më e rëndësishme. 1 week later. Po të shof ma nga pasqyra. Po i ke simetrike, moj mam, edhe unë nga pasqyra po t'i shoh se më hëngre. Tani të lutem sepse duhet të jenë në simetri perfekte. 1 eternity later. Ke qenë mamaja. Akoma me i mbarove? Jo, s'man më qa që e kokos, iku. Qa ke më të ashtu? Barova, kam shtrënguar për vdekje, iku, pa, kokos. Të vetëm të qoshin e marove, mama. Të keqe. Mendoj se mbarova, mendoj se tani vetullat e mia janë simetrike. Vërej që ky lapsi është paksa i errët, por nëse unë e tamponoj si duhet. Tamponoj, të kështë mama, tamponoj. Ata të veqi do hanë që se mamaja pret, mamaja është ngo rripi, mamaja. Po, mirë që më kujtove, ti bëj pak për të ngrënë quqave, se ata nuk presin. Kishin goja ato vetullat, kush e di zhomoloistin për ty, moj korbë. Ja t'ja për të ngrënë qenushave. Ria ty se kemi procesin e flokëve. Ma shtë ngo këtë se më diqa. Shtë ngo litani se më diqa.
kam koment. Nuk kam Po koment. gris brekët. Se kemë të ambukut, kos. Zemrat e mia, kjo pjesë e vlogut ka të bëj me flokët. Tani është momenti i hair care, se si kujdesemi për flokët. Si fillim, dua t'ju them që ky është bashkëpunëtori im për sot, Dyson. Bashkëpunëtori im për sot. Unë e përdor Dysonin në përditshmërinë time, duke qenë se jam bjonde dhe Dysoni është arsyeja e vetme që flokët nuk t'i djeg dhe duken të shëndetshme. Si fillim, pyesim mamin se çfarë po bën. Ma, Otro. të lutem, ndërkohë që unë do kre flokët me Dyson, do shpjegosh edhe ti çfarë po bën? Po, kjo është pjesë e mbrapë me bregve. Edhe unë tani ka marrë pjesën e mirë të sipërme. Edhe po bëj si që bëri njerë një kohë mami me gazeta. Ja, qiko mamin tjetë lënamun kur t'i bëj. Ashtu. Koshti, si që kemi bërë ne një herë në kohë. Gjithse kush ka metodën e vetë, unë kur kam mbroj diplomën në shkollë mesme, i kam bërë me birë, dhe që të bindesh të kam sjell dhe foton, që të kuptosh se si i kanë ndejtë mami, po atër ishte lere qalesh i qa floku. Tregoj në Afroviti kamerë. ishte karnavalet e Korçës, po e afrove afr, do shikosh se si janë bërë ato vetëm me birë. Po ka dhe tjetër, ja ku është dhe tjetër, gjithmonë Afroviti, Rita është kjo me të bardhën. Në 79-ën mam sa vjetë për para? Ashtu dhe. Jam Kush- kurioze ta shoh live se si do dalin flokët e mamit tim Ma shkeqen ma. me lecka, me gazetë si në kote dikushme, Po dhe me tallesh. birë. Po tallesh ti. Se po ke dhe merr. birrën. Ja do shkosh me shkeqen me. Po Ndërkohë, të kërkosh mua ti bësh kështu. e ta shikoj mirë. Ndërkohë, unë dua të shpjegoj procesin tim. Gjithë sekreti që floku bjond të jetoj sa më i gjatë, duhet kur ti krifni, mos i krifni nga lart për poshtë direkte, por nga fundi edhe e zgjat dorën për më lart. Se nuk shkon t'ja valoj na fillimi i fund I rrëk. këpute, ashtu i këpute mirë, i fal. diqet. Kështu që nga fundi, dorën për më lart. Tani do nxjerrim My New Baby. Si ja the asaj ma new baby? My New Ishte baby jot? Ma, Që duhet të ma new baby? baby im i Po ri. si s'ke tu, po si tua në pranin ti me këto, bebe i bëre të gjithë përveç se bebi që bret mami. Se ma bë këtë të zezë. Kjo bebia ime, kjo bebia ime, mami pret bebi teja. Le të hapim Dyson. Shife mam. Këtë ngjyrën e zgjodha vet. Ishte preferuara ime. Ka një fuqi motorike shumë të mirë që balancon temperaturën që ty mos të digjen flokët. Me thënë edhe këtë lloj Interesant. inteligjencë e ka. Quhet tharsja e luksit. Fik suki. Po, më pëlqen. Dhe ndërkohë furçat që kemi, është kjo furça mam, kjo është për volum. Kjo është kur i kam flokët e gjata unë mixstation që kam deri këtu dhe i bëj me atë harkun nga brenda. Kjo e bën? Kjo është furça mam. Bravo. Kjo është për t'i tharë drejt. Ka dhe drejt dhe thanë dhe shtrëmbër, ë? Në thënë, thanë drejt, pasaj thanë dhe shtrëmbër. E bën kjo dhe shtrëmbër? Aha. Kështë sjell mami Ja, ku tharse e ke- që ti kishe e na ke dhe gjitha këtu. drejtime do ma. Kjo tharse është parukieri personal. Çfarë thua? Se me atë tharsen që thua ti, duhet ndihma parukierit. Kurse me këtë mund t'i bësh vetë, je parukieri vetes tënde. Qa thua, ma? Qa thua? Dhe këto janë ato që më nevojiten mua për flokun tim të shkurtër. Okej. Po. Më pëlqen shumë vetja me të modeli, mama. Më lërë të taj flokët, se dua që të më rikretja mirë, mam. Po më dhe shik, mami, se kam pëlqeu, ka më vika mirë. Fillo procesor me këto që ke për të bërë. E bukur e Dyson është se ti than flokët në kohë rekord. Ua, po sa më pëlqeve kështu timi, mama, se si t'u bën. Ti kisha edhe kështu drejt? Ua, t'u bën si modele. Ma, Ja, unë jam Më të modele. prezentoj qik me. Dal të bëju me birre me brek pa të shikosh ti. Birre me brek. Më fal, me leckat e brekve. Se harova. Okej, tani. U thava.
Më tregoje, më Ma sa bukur të thau ajo, ma u dhe mami që kështu qinë. Hajmë me motë një gëzuar se nga plasi Gjani. Haj. Bukuria që ka sakrifice madhe, mamo. Unë do t'i bëj këto për këtej, në fakt, që të më rinë anën e kundërt. Ta shoh mami, u sa bukur. O ma, shikoj tani që këti, mami. E bëra unë kështu me birë. E bëre me bira të ti? Tani mami do t'a bëj modelin. E bëj me rutulame. Ma vëjnë që kishtin këtu një sekund. Se kështu ne mami ja bënim shoqa-shoqes. Ashtu e bënit në atë kohë, shoqa-shoqes. Shoqa-shoqes. Në konvikto mami qa do bëjmë në gjithë ditën. O mam, ne ti bunde na mbrapa? Po, mam, kjo është ideja. Komoditeti Dyson. Bravo, të që mami. Tani e komplet mami. Komplet. Ja, Dhe mami. ndërkohë mami. Vogla. Vjen era birë. E po birë tani se do bëj modelin. Si ka dal? Nuk ka dal gati fare, ma, po? Ti dukesh, ripat e tu duken. Duke mu kështu? Po, dukesh. Okej, zemrat e mia, tani është momenti që ne të lëshojmë bigudinat, ripat, dhe të shohim rezultatin final. Atëherë, një mënyrë shumë e mirë që ti të heqësh bigudinat edhe mos të prishet modeli është duke rrotulluar me gisht. Po të shkruaj në një tara mama, po? Klaudia ma, Ah, që e mirë, pyte mirë. si ke qenë me seksin në darkën e Krishtlindjeve. E kuptova, Klaudia të dua shumë zëmra ime. Po, ke çuditur dynjan me ato pyetje, po kanë qeshur të gjithë, themi të vërtetën. Na vjen shumë mirë që u ka pëlqyer darka e Krishtlindjeve. Ta ndi nga smoj mami që gocat apo qangë për dark. Njëni mirë ju asini mirë. Këtu, kjo këtu zemë. Unë falë ke qenë ma moran që pas jurën, në? Unë falë. Okej. Këto janë flokët e mia made by Dyson. Këto janë flokët e mia, po kur e kisha lesh një lesh. Jo sot. Me gjitha ato të bindeni që Made ja. by Bira. Ja, në ato kohë, ja se si i bënim, edhe mos shiko tani se ishte floku kështu, mamo. Ja, shiko, si bënin ondet? E shikoj, Të ma. tregon tani, kjo muhabet është që më thënë vari lesh, po hajde. Mase ta zgjidh ky mega krëri, jo që ke. Po, mami. S'të duhet ky ma. Oh la, look at that. Shife mama, Dyson një mama. Ola, luketat. Ja një të kaluar kështu mbrapa. Bukur? Ylli mamit. Si kam këtej? Ylli mamit. Nga tu që kleshe aty në amra pa boske. Me na. Pra, kjo është kreja ime, kjo është mënyra se si unë i bëj flokët gjithmonë me Dyson, mos harroni që Dyson të mbaron punë. Parukeri juaj personal dhe bigudinat. I lini pak një 20 minuta dhe pastaj tada. Dhe ndërkohë, kjo është teknika e mamit që do ju thoja mos e provoni. Pa ti e kisha kokën plot me lesh më çupë. Ju lutem, jo me bira dhe jo me lecka, por sërish vetëm me Dyson për të patur tada, këtë rezultat. Mam, hajde këtu tani. Po jo tani, se do t'i mami bëj nuk- flokët. po Po jo ti, tani, po se nuk s'ka e- lezet kështu, po do t'i krefun tani flokët O me ma, po Dyson. nuk se si më duket mua. Po rri tani si të duket për shtatu i qik me kohën moderno. Me zor e kam, me zor të ke qenë mama, nuk shkëpute do t'na fshati. Wej, rutulloj, mama. Dhe
zemrat e mia, sa ti krefun flokët mamit me Dyson, mos harroni të bëni subscribe kanalin ton të YouTube-it dhe Like dhe koment. Për kokëtave. Po kush na ngjë ty bëni like e një koment. Aman, o i do na bëjnë like edhe koment, do na bëjnë edhe subscribe dhe do jenë gati për vlogun e radhës që është të hënën tjetër në orën 8 të darkës. Ju dua. Faleminderit shumë, kjo ishte videoja jon. Ma kapat të qoshin atje, atë qosh. Se kap prit. Mertullame. Mirë, edhe kap mirë.